Ramadan Ilazi, zëvendësministri i Integrimeve Evropiane, është në studion e Kontaktit, me të cilin do të flasim për liberalizimin e vizave, për një mision, një grup i Bashkimit Evropian që nesër pritet ta vizitoj Kosovën për të parë nëse ne i kemi përmbushur kriteret apo jo. Mirëmbrëma dhe mirë se vini nderuar. Mirëmbrëma, mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Pra ashtu siç e tham, nesër pritet që një grup ekspertësh i Bashkimit Evropian të vinë në Kosovë për të parë nëse institucionet e Kosovës kanë përmbushur kriteret e mbetura për liberalizimin. Ju personalisht, a presni që ky raport i këtij misioni do të jetë pozitiv për Kosovën? Sigurisht që ne presim që të jetë pozitiv dhe besojmë që Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, sa i përket procesit liberalizimit vizave, tashmë është i vonuar me Kosovën. Ju e dini që përderisa për vendet e para të Ballkanit udhëheqësi për liberalizim të vizave u ofrua në vitin 2008 dhe 2009 dhe liberalizimi i vizave për herë të parë për shtetet si Serbia, Malizi dhe Maqedonia ndodhi që në vitin 2009, pastaj për Shqipërinë dhe Bosnjë në vitin 2010. Ne tek në vitin 2012 e morëm udhëheqësin për liberalizim të vizave dhe kjo nuk në vete përbën një çështje që në thelb jo ferm ndaj Kosovës. Krahas kësaj udhëheqësi jon kishte pothuajse më shumë se 2 fishin e kritereve që u zbatuan për vendet e tjera të rajonit. Krahas kësaj Komisioni Evropian përdori një metodologji tjetër të vlerësimit për Kosovën në përmbushjen e kritereve. Disa prej kritereve që na janë parashtruar kanë qenë të formuluar në atë mënyrë që kanë lejuar interpretime të ndryshme në kuptimin e zbatimit apo jo. Kështu që ne në vazhdimsi kemi insistuar që Komisioni Evropian duhet të jetë strikt në vlerësim, por duhet të jetë fair me Kosovën. Tani jemi në vitin 2016, jemi në rekord kohë krahasim me vendet e rajonit sa i përket procesit dhe raporti i fundit i Komisionit Evropian i 18 dhjetorit vitit të kaluar konfirmoi që Kosova ka bërë punën e nevojshme në proces. Ata listuan 8 rekomandime, të cilat i ndanë në 2 kategori. 4 prej tyre u listuan në kategorinë e prioriteteve kyçe, ndërsa 4 të tjera në kategorinë e kritereve apo rekomandimeve për monitorim të vazhdueshëm. Vlen të kësot pa ashtu që Komisioni Evropian nuk tha që këto kritere nuk janë të përmbushura, por tha janë pjesërisht të plotësuara. Pra duhet edhe veprime shtesë. Ne nga momenti që kemi marrë këtë raport me 18 dhjetor, kemi pas një mobilizim të shtuar gjitha institucioneve për të adresuar ato çështje që i ka identifikuar Komisioni Evropian në raport, përkatësisht ekspertët që qëndruan gjatë korrikut në Kosovë në vitit kaluar, dhe tani jemi në, siç e theksuat edhe ju në fillim, në pritje të misionit të rivlerësues, cili do të vijë nesër dhe pastaj me 17 dhe me 18 do të realizoj vizita dhe takime. Dhe pas qëndrimit të tyre në Kosovë, ata secili ekspert do të përgatisë raportin e vet përkatës, i cili raport do t'ju dërgohet shteteve anëtare dhe Komisionit Evropian. Ne besojmë dhe jemi të bindur që raporti do të reflekton atë që tashmë Ministri Çollaku e ka theksuar, që Kosova ka përmbushur kushtet për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave, pra kushtet e nevojshme për rekomandim, dhe presim që fill pas përfundimit misionit Komisioneri Avramopoulos të vizitoj pashtu Kosovën, siç kishte premtuar vetë ai. Në fakt do të jetë pak me vonesë, ai tha në fillim të vitit 2016, ne tashmë po besoj që ky muaj kur pritet? Nuk e dim nëse i takon komisionerit të na tregoj, edhe ne kemi insistuar nuk ka një datë, edhe ne personalisht Ministri Çollaku dhe ne si ministri kemi insistuar që të kemi një konfirmim të qartë nga komisioneri për datën kur do të vijë. Ky grup që vjen nesër në Kosovë, a ja hap rrugën? Po sigurisht që po, do të thotë ne ajo çfarë në kuptimin e procesit, pra përsëri me 18 dhjetor 2015 publikohet raporti. Identifikohen 8 çështje. Komisioni Evropian na ka dhënë kohë të mjaftueshme për të adresuar këto 8 çështje. Tani sjellin një ekip fakt mbledhës. Ky ekip përbohet nga ekspertë të shteteve anëtare dhe Komisionit Evropian. Do të jenë 4 ekspertë të shteteve anëtare të përcjellë nga ekspertë të Komisionit Evropian. Cila do të jetë agjenda e tyre? A do të kenë takime me institucionet e Kosovës apo vetë do ta monitorojnë gjendjen në praktikë? Do të jetë një kombinim i dyjave. Pra do të ketë takime
me institucionet e Kosovës, përkatësisht agjenda atyre është rregulluar në atë mënyrë që për secilin rekomandim, pra janë 8 rekomandime, për secilin rekomandim do të ketë takime ku ekspertët do të kenë mundësi të parashtrojnë pyetjet e tyre, të kërkojnë evidencë, dokumente pra për përmbushjen e rekomandimit dhe pastaj do të ketë edhe vizita në terren. Për shembull, njëra prej tyre do të jetë edhe vizita në hapësirat e reja dedikuar ombudspersonit, që të shikohet një mend që kjo është përmbushur. Çështje të tjera, sikur për shembull amandamentet në ligjin për prokurim publik për të siguruar pavarësinë funksionalet të OSHP-s, ato skise si ishen terren kuptimin, ajo kërkohet një kopje e gazetës zyrtare e tjera. Ka dërguar rasti sotin në Kuvendin e Kosovës ka dërguar sigurisht që e ka theksuar edhe ministri Çollaku që vendimi i sotëm i Kuvendit të Kosovës, me gjithë respektin edhe mirëkuptimin ndaj pavarësisë Kuvendit dhe faktit që deputetët kanë mandat të plot nga qytetarët të votojnë të pavarur për çështje të ndryshme. Procesi i liberalizimit të vizave është proces i interesit nacional që ka konsenzus gjerë shoqëror dhe politik. Prandaj nuk ka një agjendë më të rëndësishme se kjo agjendë. A mund të jetë dështimi sot më shkas që të shtyhet data? Ajo çfarë vendimi i Kuvendit të Kosovës, ose më mirë themi mos vendimi i Kuvendit të Kosovës, për çfarë do që mund të jenë arsyet, sepse ne nuk do të him të spekulojmë dhe të komentojmë, ka dërguar një mesazh negativ, edhe fakti që po bëhet 2 ditë para se misioni fakt mbledhës të filloj punën, sigurisht që mund të ketë ndikimin e vet negativ, sidomos në procesin e vlerësimit të përmbushjes së rekomandimit për OSHP. A do të ishte mirë që të mblidhet sërish brenda këtyre 2 ditëve Kuvendit që të bëjë një tentativë? Po tani përderisa ne po flasim, në qeveri janë duke u shikuar metoda më e mirë se si të riprocedohet me këtë çështje, pra të ridërgohen emrat në Kuvendin e Kosovës. Besoj që do të ketë një dialog me Kuvendin që të mos lejohet të ndodhë kjo çfarë ndodhi sot, të mos harrojmë që kohë më parë Kuvendi miratoi amandamentet e ligjit për prokurim publik për nominimin, emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të OSHP-s. Edhe këto amandamente që u miratuan në ligj kanë qenë pjesë e kërkesave të procesit të liberalizimit vizave. Dhe sipas ndryshimeve të reja në ligj, qeveria duhet të nominojë nga 2 anëtar për secilin vend vakant në OSHP. Pastaj Kuvendi emëron një panel të pavarur vlerësues për kandidatët, i cili panel përbëhet nga gjyqtar që i cakton Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Këta gjyqtar bëjnë vlerësimin dhe rangimin e kandidatëve dhe i dërgojnë Kuvendit. Pra ky ndryshim që kemi bërë, jo vetëm që ka një efekt shumë pozitiv kuptimit e pavarësisë OSHP-s, po është esencial edhe në përpjekjet e përbashkëta qeverisë Bashkimit Evropian për të luftuar korrupsionin. Pra do të rejlazi nuk përjashtohet mundësia që në rast që thirret nesër ose pas nesër Kuvendi që të merret edhe një herë me këtë. Tani unë nuk mund t'ju them do të plotësisht këtu sonte se cilat do të jenë në aspektin kohor, por sigurisht që përpjekja e qeverisë është që sa më shpejt që të jetë mundur brenda procedurave të funksionimit të Kuvendit të riadresohet kjo çështje dhe Kuvendit të kryejë përgjegjësinë që i takon në procesin e liberalizimit vizave. Me e rëndësishme pra thash është që sot Kuvendi për herë të parë ka pasur sfidë zbatimin e këtyre ndryshimeve të reja në ligjin për prokurim publik, cilat nuk janë vetëm të rëndësishme për liberalizimin e vizave. Këto ndryshimet që ne kemi bërë në kuadër të ligjit për prokurim publik janë të rëndësishme edhe për vetë ne si shtet. Minimizojnë ndikimet politike në proces të emërimit të anëtarëve të OSHP-s, edhe ne e dimë që sektori i prokurimit publik përplitet që të jetë njëri prej sektorëve më të prekur nga korrupsioni. Në këtë drejtim ne duke përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, po ndihmojmë edhe po kontribuojmë edhe në luftën kundër korrupsionit. Thatë që secili prej ekspertëve do ta formojë, do ta përpilojë një raport të tij. Kur do të bëhet ai raporti përmbledhës i përgjithshëm? Dihet data që... Jo, nuk e dim një datë kur ekspertët do të kenë një raportet e tyre, por kjo është tani marrëdhënia midis ekspertëve dhe Komisionit Evropian. Sepse këta ekspertë janë të angazhuar nga Komisioni Evropian. Secili ekspert për një fushë të caktuar. Dhe secili ekspert do të hartojë raportin e tij. Ose të saj, sepse besoj që do të ketë edhe një kombinim për atë ekspertë. Në rast që raporti është pozitiv, cilat janë tani procedurat tjera të besë në prag të liberalizimit të vizave? Tani, në momentin që përfundon
ky mision punën, ekspertët do të kenë një kohë për të hartuar raportet. Raporti nuk do të thotë pozitiv, negativ, por do të jetë raport vlerësues për çështjen përkatëse. Këto raporti ju dërgohen Shtetit Anëtar dhe Komisionit Evropian. Pastaj Komisioni Evropian, përkatësisht komisioneri Avramopoulos, mbi bazën e këtyre vlerësimeve, përcakton edhe ritmin e procesit. Ajo çfarë ne presim është që pasi që ekspertët të dorëzojnë raportet, komisioneri të vijë në Kosovë personalisht dhe këtu në Kosovë të thotë që Kosovës do t'i bëhet, Komisioni Evropian do të bëjë rekomandim për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky rekomandim pastaj dërgohet në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian, ku atje pastaj mirret edhe vendimi final. Përveç që duhet miratohet në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian, edhe Parlamenti Evropian duhet të jep pëlqim për një vendim të tillë. Kjo nuk besojmë që do të jetë sfidë. Ju e dini për më sa mbi 400 deputetë të Parlamentit Evropian kanë dhënë pëlqimin, por shumica dërmuese e tyre, por kemi nevojë që të flasim drejt për drejt edhe me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian para se ata të marrin vendimin, kështu që pasi të përfundoj kjo punë, Ministri Çollaku do të angazhohet në një turne evropiane, se mund ta quajmë, për të vizituar shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, për të komunikuar drejt për drejt progresin e Kosovës, por dhe rëndësinë që sa më shpejt jetë e mundur Kosovës të jepet liberalizimin e vizave. Në rast që gjithçka është në rregull, sipas parashikimeve tuaja, kur kosovarët mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen? Ne jemi optimist, siç e kemi cekur edhe më herët, që ky vit do të jetë viti kur qytetarët e Kosovës do të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Nëse na pyesni ne, e thash në fillim, BE është veç se e vonuar me Kosovën këtë proces. Mirë po nuk na takon neve të ofrojmë një datë të saktë, sepse nuk e marrim ne vendimin e me Bashkimi Evropian. Në momentin e rëndësishme për ne tani është që të sigurojmë që ky mision faktmbledhës do të gjejë atë për cilën ne jemi të bindur që është realitet, pra që Kosova ka përmbushur këto kushte, të raportoj. Ky raport do të jetë bindës edhe për shtetet anëtare, pra do të na ndihmojë në vendimin politik që duhet mirret në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian. Dhe tani pastaj vendimi është brenda procedurave të Bashkimit Evropian. Nga momenti që dërgohet rekomandimi, mund të kalojnë 3 muaj, por mund të kalojnë edhe 6 apo 7 muaj deri në zbatim. Këtë nuk mund ta paragjykojmë ne, sepse është përtej mundësisë tonë për të kontrolluar, por ne besojmë që nëse rekomandimi i pët gjatë muajve të ardhshëm, gjatë 2 muajve të ardhshëm, atëherë është pritje reale që gjatë këtij viti, në pjesën e dytë të këtij viti, edhe të bëhet liberalizimi i vizave me Kosovën. Të flasim pak edhe për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kur pritet të nisë zbatimi i saj, pasi që tani të gjitha procedurat janë të përfunduara? MSA pritet të hyjë në fuqi me 1 prill të këtij viti. Ne kemi dërguar në kuvend planin kombëtar për zbatimin e MSA-s. Kjo është një marrëveshje e cila parashikohet të zbatohet për 10 vitet e ardhshme. Rishikimi do t'i bëhet pas 5 viteve. Marrëveshja është historike, vendos marrëdhënie kontraktuale midis nesh dhe Bashkimit Evropian, garanton të ardhmen tonë evropiane, pra përmes MSA-s kur dëgjojmë që Kosova ka perspektive evropiane, tani ka edhe kuptim, sepse është edhe obligim legal që e merr Bashkimi Evropian me Kosovën për të siguruar këtë perspektive evropiane. Përmes MSA-s ne krijojmë një zonë të tregtisë lirë me Bashkimin Evropian, hapën dyrë që Kosova të ketë qasje në një numër të programeve të Bashkimit Evropian në kulturë, shkencë, edukim, për shoqërinë civile, për sport etj. Krahas kësaj, Bashkimi Evropian do të rrisë përkrajën për Kosovën në zbatimin e reformave që parashikohen të ndërmirën kuadër të marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, dhe pas përfundimit të procesit liberalizimit vizave, çështja kryesore që do të dominojë diskursin për sa i përket procesit të integrimit evropian do të jetë pikërisht zbatimi i MSA-s. Cili do të jetë hapi i parë i zbatimit të marrëveshjes së MSA-s, apo kur mund të shohim rezultatet konkrete të kësaj marrëveshje? Po, marrëveshja për stabilizim dhe asocim, efektin e vet do ta ketë në mënyrë progresive. Pra, me 1 prill futet në fuqi. Por çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton që nga kjo datë prodhimet që prodhohen në Kosovë mund të eksportohen në tregun e BE-s pa asnjë tarifë doganore. Kjo nuk nënkupton tani që ndërmarrjet e komuniteti i biznesit nuk duhet të plotësojnë ato standarde që kërkon tregu i Bashkimit Evropian që normale për secilin treg. Por kjo krijon një mundësi.
kjo është edhe po ashtu një motiv shtesë për investitorët e huaj që të vinë të eksplorojnë tregun kosovar. Se tani kanë qasje në një treg prej 500 milion banorë. Pra, efektet do të jenë aspektin ekonomik të jashtëzakonshme për një periudhë graduale kohore, në aspektin politik janë po ashtu efekte jashtëzakonshme sepse është traktat që e nje Kosovën me teritorin për katës që e ka, mësa e Sërbis është nënshkruar për Sërbin për teritorin sërb që nuk përfshin Kosovën, pra kjo është në një mënyrë edhe një njohje e subjektivitetit politik dhe juridik të Kosovës. Kosova merr obligime ndërkombëtare, është një dëshmi para botës demokratike që ne jemi të gatshëm për këto obligime, edhe sigurisht që është një marrëveshje mbi bazën e cilës ne ecim në procesin e antarësimit në BE. Hapjoni aq shumë politik do të jetë aplikimi për statusin e vendit antar në Bashkimin Evropian. Kur do të bëhet ky vendim, kjo varet edhe nga diskutimit që ne do të kemi me vendet antar të Bashkimit Evropian, por ne nuk do të hezitojmë që ta bëjmë këtë hap kur të vijë koha. Zotëri Lazi, ne të falenderojmë për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Juve të nderuar shikues, ju ftoj të qëndroni ende me emisionin Kontakt. Shkojmë në një blok reklamash dhe rikthehemi sërish me informacione dhe zhvillimet e tjera.